A e keni pyetur ndonjëherë veten se kur lindi për herë të parë shteti shqiptar? Jo Shqipëria e vitit 1912, madje as ajo e Skënderbeut, por më herët. Në mes të mesjetës, kur perandorit luftonin për çdo pëllëm toke dhe kombet ende nuk kishin emër. Kush ishim ne në atë errësirë historike? Kush e ngriti flamurin e parë të shqiptarisë? Sot do të zbulojmë historinë e Principatës së Arbërit, një shtet që nuk duhet harruar kurrë. Qëndroni me ne deri në fund, sepse ky është një rrëfim që ndryshon gjithçka që kemi menduar për të kaluarën tonë. Nëse ndjen krenari kur dëgjon për të kaluarën tonë të lavdishme, atëherë shtypni butonin e pëlqimit, sepse çdo like është një nderim për ata që ngritën themelet e kombit. Mbështete këtë mision që historia shqiptare të mos harrohet kurrë. Në historinë e popullit shqiptar ekzistojnë momente që shënojnë lindjen e ndërgjegjes kombëtare, përpjekjet për shtetformim dhe sfidat për mbijetesë. Një nga këto momente është krijimi i një shteti të vërtet shqiptar në zemër të Ballkanit. Në kohëra kur çdo pëllëm toke ishte e rrethuar nga luftra, pushtime dhe ambicie perandorake. Ky shtet quhej Principata e Arbërit dhe konsiderohet si shteti i parë mesjetar shqiptar. Jemi në fundin e shekullit të 12. Perandoria bizantine po përjetonte një dobësim të ndjeshëm, sidomos në territoret perëndimore të saj. Konfliktet e brendshme, luftrat me normanët nga Sicilia dhe me shtetet e reja slave si Serbia dhe Bullgaria krijuan një zbrazëti politike në territoret shqiptare. Në këtë vakum fuqie, një familje fisnike shqiptare, familja Progoni, ngriti një qeverisje të pavarur në zonën e Krujës dhe Matit. Kështu lindi Principata e Arbërit rreth vitit 1190, e cila shënoi për herë të parë krijimin e një entiteti politik me përfaqësim shqiptar në historinë mesjetare. Ekzistojnë burime të pakta rreth Arbanonit, me përjashtim të kronikave të historianit bizantin Gjeorgj Akropolites. Vepra e të cilit është burimi parësor më i detajuar për Principatën e Arbërit apo Arbanonin dhe këtë periudhë të historisë së Shqipërisë në përgjithësi. Sunduesi i parë i kësaj principate ishte Progoni, një fisnik me bazë në Kalan e Krujës. A i vendosi themelet e këtij shteti të ri. Pas ti sundoi djali i madh Gjini, por ishte vëllai i tij, Dhimitër Progoni, ai që dha formën e plot shtetërore Principatës. Dhimitri, përveç se një strateg i aftë, ishte një diplomat i zgjuar. A i lidhi aleanca me figura të rëndësishme të kohës, si Stefan Nemanja, udhëheqësi i Serbisë, duke u martuar me vajzën e tij. Në këtë mënyrë, Arbëria u përfshi në arenën e madhe politike të Ballkanit. Kjo lidhje i dha siguri, por edhe respekt nga fqinjët. Dhimitër Progoni ishte një sundimtar që e kuptoi rëndësinë e njohjes ndërkombëtare. A i kërkoi dhe mori njohjen nga Papa Inocenti III, duke u quajtur zyrtarisht Principes Arbanorum, princ i shqiptarëve. Kjo ishte një arritje madhe politike, sepse nënkuptonte se Arbëria shihej si shteti më vetshëm dhe legjitim në sytë e perëndimit. Në vitin 1208, në korrespondencën me Papa Inocentin III, territori që Dhimitër Progoni pretendonte si princi i Arbërisë ishte zona midis Shkodrës, Prizrenit, Ohrit dhe Durrësit. Në përgjithësi, Progoni e çoi Principatën në kulmin e saj. Zona që kontrollonte Principata në atë kohë shtrihej nga lugina e lumit Shkumbin deri në luginën e lumit Drin në veri dhe nga deti Adriatik deri në drinin e Zi në lindje.
Principata e Arbërit përfshinte territoret që shtrieshin kryesisht në Shqipërinë e Mesme dhe Veriore, me Kalan e Krujës si qendër politike dhe ushtarake. Ajo ishte një organizim fisnor, por me një udhëheqje të centralizuar nga familja sunduese. Arbanoni ishte përfituesi rrugës tregtare Via Egnatia, e cila sillte pasuri dhe përfitime nga qytetërimi bizantin më i zhvilluar ekonomikisht. Megjithatë, sipas historianit francez Alain Dusselier, Arbanoni nuk kishte qasje të drejtpërdrejtë në det. Versione të emrit Arbër janë vërejtur që nga shekulli i dytë para Krishtit. Shumë studiues vërejnë se Principata e Arbanonit ishte shteti i parë shqiptar që u shfaq gjatë mesjetës. Në kontekstin e dobësimit të pushtetit bizantin në rajon pas plaçkitjes së Konstantinopolës në vitin 1204, Arbanoni arriti autonomi të plotë për 12 vjet deri në vdekjen e Dimitrit në vitin 1215 ose 1216. Arbanoni në përgjithësi konsiderohet se ka ruajtur autonomi të gjerë deri në vdekjen e Dimitrit në vitin 1216, kur Principata ra nën vasalitetin e Epirit ose Laskaridëve të Nikes. Në aspektin diplomatik, Arbëria ishte e rrethuar nga fuqi të mëdha. Në lindje Bizanti, në veri dhe veri perëndim Serbia, ndërsa në jug despotati i Epirit. Ndërsa përpjekjet për të ruajtur një balans mes këtyre fuqive ishin të vazhdueshme, lidhja me perëndimin e krishterë latin e vendosi Arbërin më afër interesave të Papës dhe Italisë. Kjo bëri që në një farë mënyre Principata të kishte një orientim latino-perëndimor. Ndonse elementet bizantine të kulturës dhe administratës mbetën të pranishëm. Pas vdekjes së Dimitrit, pushteti kaloi te një figurë tjetër me rëndësi, Grigor Kamona, i cili mentohet se ishte nga familjet fisnike të Durrësit ose të rajonit bregdetar. Ai u martua me të vejën e Dimitrit, duke siguruar vazhdimsinë e pushtetit. Në këtë periudhë, Arbëria përjetoi një farë stabiliteti, por filluan të shfaqin presione më të mëdha nga despotati i Epirit dhe më vonë edhe nga serbët. Pas Grigor Kamonës, pushteti kaloi te një tjetër fisnik, Golemi i Krujës. Ai u përpoq të ruante pavarësinë e Arbërisë, por përballë fuqisë në rritje të fqinjeve dhe mungesës së një aleati të fuqishëm, Principata filloi të lëkundej. Rreth vitit 1255, pas një sër sulmesh nga despotati i Epirit, si dhe për shkak të dobësimit të brendshëm politik, Principata e Arbërit humbi pavarësinë. Territoret e saj u përfshi në shtetet përreth, një pjesë në dorë të serbëve, një pjesë në dorë të Epirit dhe më vonë në vitin 1272 në mbretërinë e Arbërisë, të ngritur nga Karl Anxuini. Megjithatë, rëndësia e kësaj principate nuk qëndron vetëm në ekzistencën e saj 60 vjeçare, por në faktin që ajo ishte themel i identitetit shtetëror shqiptar në mesjet. Ajo tregoi se shqiptarët ishin të aftë të krijonin struktura shtetërore, të lidhnin aleanca ndërkombëtare dhe të njiheshin si komb më vete në një kohë të trazuar. Sot, pak gjëra fizike kanë mbetur nga ajo kohë. Kalaja e Krujës qëndron ende si dëshmi e lashtësisë, ndërsa dokumentet e Vatikanit dhe kronikat mesjetare ruajnë emrin e Arbanonit, të princave shqiptar të një shteti që sfidoi epokën. Për shqiptarët, Principata e Arbërit është dëshmi se shtetformimi nuk nisi më pavarësinë e vitit 1912 apo me Skënderbeun. Ajo nisi shumë herët, në shekullin e 12, në një kështjellë të lashtë, nën udhëheqjen e një familje shqiptare që nuk pranoi të nënshtrohej. Historia e shqiptarëve është e gdhendur në gur, në gjak dhe në kujtesë.
dhe ndërgurët më të hershëm të kësaj historie qëndron Principata e Arbërit, një gur themel për një popull që gjithmonë ka ditur të ngrihet, të udhëheq dhe të mbijetoj. Sepse ne nuk jemi popull pa rënj, rënjët tona janë të thella, dhe njën nga degët e kësaj rënje është pikërisht arbëria. Kjo ishte historia e Principatës së Arbërit, zëri i parë i një shteti shqiptar në errësirën e mesjetës. Tani është radha juaj, shkruani në komente, çfarë do të thot për ju kjo trashëgimi? A ishte ky qasti kur shqiptarët nisën të ndërtojnë fatin e tyre? Le të ndezim bashk zjarrin e kujtesës, sepse kombi që njeh rënjet e veta nuk rrëzohet kurrë. Ne jemi histori epike, aty ku historia rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.